Gjatë këtyre 2 ditëve e gjithë vëmendja e botës ka qenë Washington për bordin e paqes, atë që zoti Trump e lexon si një organ global që do të ndërmjetësojë për luftrat e mëdha në botë. Nga ana tjetër, e tillë është parë, e tillë është lexuar edhe nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë që nuk e sheh si një organ që bie ndesh apo zëvendëson punën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Gjatë fjalimit të tij e ka bërë të ditur këtë. Ka shprehur edhe qëndrimin ndaj aleatëve europian që janë skeptik për bordin e paqes, duke u shprehur se nuk është pyetja sepse Shqipëria po merr pjesë në bordin e paqes propozuar nga presidenti Trump, po pse Gjermania, Franca apo vende të tjera po e vënë në pikpyetje dhe nuk po bëhen pjesë e këtij bordi. Sigurisht ajo që ka tërhequr më së shumti vëmendjen nga fjala e zotit Rama ka qenë thirrja që i ka bërë presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump pikërisht për atë çfarë po ndodh me gjykatën speciale në Hag dhe me ishkrerët e UÇK-s atje, duke tërhequr vëmendjen e Trump, por edhe të botës për të kthyer syt nga ajo gjykatë speciale që të bëhet drejtësi dhe ishkrerët e UÇK-s të jenë të lirë pas një procesi kaq gjatë 6 vjeçar, dhe më në fund të bëhet ajo çfarë mund të konsiderohet drejtësi edhe nga Rama apo edhe gjithë shqiptarët, sigurisht. Ajo që ngrihet si pikpyetje është pikërisht çfarë po i kërkon konkretisht zoti Rama presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, çfarë ndërhyrjeje? Po i kërkon një lëvizje tipike trumpiste, pra që të bëjë diçka të ndërhy në një formë apo një tjetër, në fakt edhe se sa reagim do të ketë, se sa ndërhyrje mund të ketë, kjo mbetet për tu parë. Deri në këto momente, sado që mund të jenë bërë thirrje të kësaj natyre edhe në takime të rëndësishme botërore edhe nga zoti Rama, vendet perëndimore edhe ato që e kanë mbështetur krijimin e asaj gjykate nuk kanë reaguar. Do të shohim se si do të shkojë, por të paktën ka bërë zoti Rama të qartë qëndrimin e Shqipërisë në këtë bord, pra nuk e sheh veten në pikpyetje as pak për t'u bashkuar Trump dhe lëvizjeve apo edhe qëndrimeve që ai mund të mbajë për bordin e paqes apo edhe për organizmat propozuar prej tij.